Ju përshëndes. E dini se si lindi motori i kërkimit më i madh në botë i quajtur Google? Tani po ja u tregoj. Duket sikur te këtij motorit i kërkimit gjendet një mendje gjeniale. Tani më ndiqni me kujdes sepse është një histori vërtet e çuditshme dhe njëkohësisht edhe misterioze. Kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi përbashkë. Atëherë duhet të dini që në fillim nuk quhej Google, por lindi nga një ide, le të themi, për një kërkim që bëhesh në shkollë, në Stanford. Dhe ishin këta dy çuna të rinj, njëri quhej Larry Page dhe tjetri Sergey Brin. Sergey Brin është rus, ka lindur në Rusi, por kur ishte 7 vjeç u spostuan bashkë me familjen në Amerikë. Dhe kështu që ai pati fatin dhe nuk kishte mundësi në atë periudhë familja e tij, por megjithatë ai pati fatin që të studionte pikërisht pra aty, pra në Stanford. Dhe së bashku me Larry Page menduan një motor kërkimi, sepse në atë kohë kishte motor kërkimi, ishte Microsoft, motorët të tjera të kërkimit, Firefox e tjerë, dhe këta, secili prej tyre kishte një pjesë të vogël të merkatos. Mirë po, këta kërkonin vetëm thjesht për studime, sepse ishte vetëm për studime. Dhe lindi Backrub. Backrub ishte një motor kërkimi, pra që lindi përpara Google-it, që duke i thjesht, më ndiqni me vëmendje, është vërtet e çuditshme. Dhe lindi në vitin 1995. Dhe u përdor për një vit. Mirë po, ishte kaq efikas, kaq i shkëlqyer, saqë duke biseduar studentët, thoshin që ky është shumë më mirë se sa të tjerët. Dhe kështu filluan që ta përdornin. Mirë po, duke qenë një motor kërkimi i fortë, ata ishin ende studentë dhe kështu që u duhesh që ta lançonin për të bënin një publicitet të madh. Si do ta bënin publicitetin e madh? Vetmja mënyrë ishte nëse të kishim marrëdhënie me fjalë të ardhurë financiare. Dhe kështu gjetën presidentin e Andy Bashsikane, gjë e tillë. Është një gjerman, ai që ka bërë atë Sun, revistën Sun e tjerë. Dhe ky sa po e përdori, në momentin që e përdori tha, wow, është fantastik, tha. Dhe u dha $100,000. Në vitin 1995 ishin shumë $100,000. Dhe kështu që u dha $100,000 që ata të fillonin investimin. Dhe kështu filluan për të bërë publicitet. E dini se çfarë publiciteti bëri Google, sepse e ndryshuan. Ishte ai momenti që nga Backrub ta ndryshonin që e bën Google, por prisni sepse pse e bën Google, pra pse e quajtën Google. E para një që ata filluan publicitetin, e dini çfarë publiciteti bën? Asgjë tjetër, sepse të gjithë mendonin të bënin publicitete me postera të mëdhenj si bësh atëherë me publicitet televiziv. Jo. Bën vetëm njëri nga ata, ky Larry Page, vendosi një qese prej letre teksa hante me shokun aty, me këtë Sergejin, një panino, një fast food, i futi atë letrën e fast foodit në kokë, i bëri 2 brima këtu dhe ai ishte publiciteti. Dhe të gjithë u çmendën sepse nuk kishte parë asnjëherë një gjë e tillë. Por çfarë kishte ndodhur, sepse më vonë u zbulua misteri. Kur pan të gjithë njerëzit që sepse të gjithë ishin ambientuar me, për shembull, edhe me Firefoxin, po edhe me Yahoo. Yahoo ekzistonte që atëherë. Që shikonin, futeshin aty dhe kishte çdo gjë, lajme, çdo gjë në faqen e parë. Kurse Google i bëri atë që s'kishte bërë askush. Një shirit i vogël në mes ku aty shkruaj Google dhe aty të kërkoje dhe brenda gjeje botën. Pra ky ishte truku që përdorën, një truk që ishte fantastik. Sepse në fakt unë që fillim që e përdora në vitet e para, mbaj 99-ën, kur mora kompjuterin, 2000-shin, thash që ishte me një fjalë ishte gjë e thjeshtë për ta përdorur. Nuk ishte si ky se kisha një laptop të Apple-it. Nuk ishte si puna si iOS, jo, por ishte krejt ndryshe. Ishte i thjeshtë. Në fakt unë i vendosa edhe Google si motor kërkimi. Dhe ishte më i thjeshtë, por gjëja kryesore që ishte pikërisht ajo. Pra ishte bosh, gjitha total, pra gjithë faqja, vetëm me shkrimi Google dhe aty ku kërkoje. Nga momenti që ti kërkoje, dilte bota e tërë. Pra ky ishte truku i parë. I dyti, që ishte akoma më i fortë,
i këtyre mjeshtrave, ishte shkaku që vendosën publicitete. Pra ata kishin me anë të motorit të kërkimit, sepse motori i kërkimit Google ishte i pari inovativ. Dhe ndaj e quajtën magjik, sepse kishte vërtet diçka magjike. Por pse e quajtën Google? Duhet dini që Google është quajtur që në vitet 1930. Dhe ishte ky matematikani Edward Kessner, që Eduardi ishte matematikan, dhe ai studionte pikërisht këto, pra fushën e matematikës në kompjutera që nuk ishin dalë ende, por kërkoni që të bënin diçka. Në vitin 1945 filluan pastaj kompjuter parë. Por çfarë studionte ky? Studionte që se si të bënte një llogaritje që sot quhen algoritme, të numrave që të llogariteshin, me një fjalë, nga 100 deri tek 100, për shembull. 100 nga 1 për 100, si do të llogaritet. Dhe kështu ai çfarë bëri? Një ditë i pyet nipin e tij. Kjo është ajo çka tregohet, por dëgjoni, sepse ndaj po them që është e mistershme. Pyet nipin e tij. Më trego, thot, se si çfarë emri mund t'i vëmë një numri të madh. Dhe emri që i vuri ai ishte Gogol. E dëgjohet mirë. Në shqip. Nuk po tallem megjithatë e kam. Dhe në fakt, në qoftë se keni dëgjuar shpesh, nuk thuhet Google, por thuhet Google. E keni dëgjuar ose Google? E keni dëgjuar? Pikërisht pra sepse ashtu ishte fillimisht, nuk ishte Google, pra me l në fund, po Google. Dhe ky ishte fakti që i vun pra emrin Google, që ai matematikani i vuri emrin Google. Në fakt, ky nipi i tij, 9 vjeçar që ishte atëre, Milton Sireta, u bë matematikan. Dhe e mbani si, deri në vitin 81 që vdiq, e mbani si babain e lindjes së Google-it. Në fakt, Google i mori një përpjestim të madh, në një kohë shumë të shkurtër. Merrni në mend që në vitin 99, kur doli, 98-99, deri në vitin 2002 u bë shpërtheu Google-i, në fakt në vitin 2005 u bë gjigant, 2004, sepse në 2005 lindi YouTube-i. YouTube-i, përpara se të lindte YouTube-i, kishte lindur Metacafe. Në fakt, Metacafe është diçka prisnje, sepse ndaj doja të dal aty tek biseda kryesore. Metacafe ishte i pari, si mund të quhet, rrjeti social për t'u argëtuar. Me një fjalë, përpara TikTokut, përpara Facebookut, përpara Instagramit, përpara Chapit, përpara Hi-Fi, përpara të gjitha këtyre ishte, në fillim kishte dal Hi-Fi, më falni. Para doli Hi-Fi, po ishte vetëm thjesht një si tip Messenger që ti shkruaj dhe kaq. Kurse Metacafe ishte me video që ti ja dedikoje dikujt. Çfarë genialiteti kishin bërë këta? E ndërtuan në vitin 2003, e ndërtuan dy shok nga Izraeli. Dhe çfarë ishte Metacafe? Ti futeshe aty, shkoni geniale, futeshe tek Metacafe dhe filloje, me fjalë, nëse do sa më shumë të shikoje klikime të videove, merje ai që kishte kanalin merrte para. Dhe pse bëri këtë? Sepse kështu që do tërhiqte njerëz që të shkonin dhe të shikonin videot. Në këtë mënyrë do kishte më shumë users, dhe kështu që sa më shumë users, aq më shumë ngrihet vlera. Në fakt, ishte një arritje madhështore. Por çfarë ndodhi? Doli Google-i në vitin 2005. Në fakt, me sa, më falni, YouTube-i, por Google-i i kërkoi Metacafes të paktën, kështu thuhet në privatisht, që i kërkonte që ta merrte. Por meqense ata nuk e jepnin, sepse Metacafe kishte bërë miliona njerëz. Merrni në një muaj bënte 90 milion users. Një masë madhështore në atë kohë, në vitin 2003. Dhe si përfundim, këta të Metacafes bën një diçka. Përveç se u jepnin para, vendosin numrin 1, për shembull duke filluar nga 1, 2, 3, me fjalë, si mund të quhet, si me kuota, ose më mirë me vendi parë, vendi dytë, vendi tretë, nuk e di më kuptoni. Dhe çfarë bën?
këta të YouTube, kur doli YouTube në vitin 2005, Google ja kërkoi. E kërkoi YouTube-in pas një viti. Në fakt ai nuk donte ta jepte, ai që bëri YouTube-in e kishte bërë eksaktësisht si dhe Metacafe. Por Metacafe ishte pak më i vjetër si model, kurse YouTube ishte më i ri. Kishte ato këndet të rrotulluara dhe ishte më kompakt. Në fakt, nuk zgjati shumë dhe Google e bleu për $1,5 miliard, sepse në një kohë shumë të shkurtër pati një dyndje të madhe të njerëzve. Ishte edhe momenti atëre, sepse në vitin 2005 filloi edhe dyndja e madhe e njerëzve që futeshin në rrjetet sociale, pra në për kompjuter, të përdorin kompjuterin. Dhe nga i moment, dhe telefonat, nuk diso por me kalimin e kohës, por nga i moment Google u bë akoma më i fortë. Por çfarë bëri Google? Google vendosi në vendet e para të gjithë këto advertising, pra publicitetet. Kush pagonte, shkonte i pari, pra në linjë. Ky ishte akoma një arritje më e madhe. Pastaj, çfarë bëri? Mori YouTube-in dhe futi në YouTube, futi publicitete. Ky ishte akoma një arritje më e madhe. Por prisi se nuk mbaron këtu. Pastaj çfarë bëri? Bëri motorin e kërkimit Android. Pra Androidi, që ishte një gjë madhështore pas Microsoftit, sepse bëri një telefon Microsofti paracakosh dhe ishte i mirë. Nuk e di pse, por e ndaluan. Por Android bëri rivalitetin e OS, me një fjalë të Apple-it. Në fakt, për të arritur qëllimin e tyre, bën edhe diçka tjetër. Morën aksione të Samsungut dhe së bashku vendosin që Samsungu të prodhojë së bashku me sistemin Android, pra të telefonave Android. Dhe tani gjenden dy kolos. Pra iOS, që janë qoftë kompjuter apo celular të Apple-it, dhe nga ana tjetër Google, pra që ka pothuajse gjithë botën, sepse ka pothuajse 90% të klientëve, të userëve që bëjnë në motorat e kërkimit, çdo gjë përdoret me anë të Google-it, çdo gjë, nëse keni vënë. Pra edhe në telefona, edhe në kompjutere, pothuajse 90% përdoret Google, shumë pak përdoret iOS ose edhe Microsoft. Në fakt, kjo ka bërë që Google të ketë një pasuri marramense. Më thoni tani, mundet që një mendje e thjeshtë, e këtyre dy djaloshve të bëjë një gjë kaq të madhe? Unë them që një mendje shumë e zhvilluar gjendet pas këtij projekti. Ju çfarë mendimi keni? Ju pyes sepse në një të ardhme shumë shpejt do të mbetet vetëm Google. Mbajeni mend këtë fjalë që po ju them, që të gjitha tjerat do degradohen. Shikoni se ku ka arritur Apple në këtë moment. Madje Microsofti po e lë, i dar nga dal. Bill Gatesi i la të gjitha, e la telefonin, nuk e bën më. Tani edhe kompjuterin po vazhdon sa të jetë e pastaj ai do ta lë. Kështu që sa të jetë gjallë po flas. Kështu që do mbetet vetëm Google. Pra Google me Android dhe sistemet tjera që po kanë nxjerr tani disa sisteme tjera që jo syzet, jo motori i kërkimit që është si ChatGPT shumë i avancuar etj. Pra si mendoni ju, çfarë mendje mund të jetë pas Google-it? Po sikur të jetë një mendje jo njerëzore. Ju pyes. Pres komentet tuaja. Natë.